këtu. Po që to dhe? Po që to dhe? Po që kjo dhe është? Ty nuk një Social prezent, po. Ty nuk një shumë, me arditin e një ma shumë edhe diskutoj. Po normal. Po që to dhe? Po që to po thëmë une? Apo më kuptën që to. Po unë e di kur ma thuti me qëfar prapavije po ma thu qatë fjallë. Pi se cilit për këtëmve unë e di me qëfar prapavije. Po. Me që se pranujnë edhe mbruën para kamerave. Po, unë s'ka nevoj, po unë ja thamë, me qëfar prapavije se cilis. Nuk më interesan. Njëte me ti e këmë dhone. Mas por ja thëmë sy tani mas shpine s'panin, se ja këmë thonë. Unë e fjole mas shpine për thëmë kur nuk o prezent që njëri. Apo më kupten? Ta thëmë sy, e ke marrë vesh mendimin tam, nëse unë fuli si kur ti shpëthu me arditin, edhe unë fuli me dikën, po ti si prezente, për mu është it's okej. Nuk është tash të them gjike, se ke këry kur ja ke thonë. Po, jo e kom këry edhe qash. Shto. I soti u bu... Se ti e që shkurt, nuk po du mu fiksu i soti është sot. Jo, s'fiksu rasone, veç po du me ditë për vitëri, për fest. 13 e pa dolqe, qëfar ditë e kemëre, që pa që soke, që dita. Asë nuk po du me ditë. I 15 ose 16 më me kumë. Data. 17 që i bujna në fix një mujë. Po që me bo? Ajo gremerja kur ke dje, ma këshyri ftyrën, kur mi ka këshyri të në kështu rrudhat kënejnë e jesene. A ke bo na i sa më ftyrë? Kur Po kolagen para, sa me thonë, 3 jave, a zi që ajo ish ajo një shoqe me reklam e Ferizajt, bile kanë menu njerë që ku bu dërhyrje, tani më kanë kërku falje njën e pejtyne, ajo kolagen ish që po diju në 5 venave, që po të shpëjke për ta shtë ke mrena. Ama jo s'ti hek ty, qër, asë rrudha, asë shajas, qërë fjallë, kejtë rrudha, të fshet që kjo? Po i heka to kur dalë. Po, du me thonë, që ajo kolageni, ajo ty asë një vit ftyrës ty nuk të ndërën. Edhe njerëzit kur ma ka bu që ajo propozim, unë s'kom ditu, nuk kom menu që ma bën kështu ftyrë, kure e kom pa ta që po ma bën, ke kam shumë shpirë, të sure tutna shumë pej injekcioneve, ndaq në kuk, ndaq në dorë. Po dhe ka dikush fobi? Rëzona, fjull, rëzona kom fobi. E kanë menu që kom bu asi, unë s'kom bu kurës, unë brenat, fjull, abdi me mi këshyrë sytë, rrudhat, unë më do këtë kush për bëjkja. I bën tash janë dollë. Ja, fjull, s'kom qef, s'kom qef. Kur për jetë s'kom qef. Ma vonë, pëse jo? Ja. S'kom qef fjull, jem Unë e du veç ballin e koqiti, gjithmonë, ka sa vite, edhe vitamina kështu, me injekcione. Ajo është shëndet? E bëj që ata. Mirë në bajtje? Po këtë pjesën këtu, këtë pjesën qëtu të huna, për mos me formu rrudhat. Unë i kam shumë. Me paralizu muskulin duhet, që mos mi bo me mikat, apo këpëtan. I bohen, por vijat nuk bohen. Që ato i bëj, se ajo është e mirë. Edhe kënenaj, edhe këto i kam. Nuk kam... E bust i kam mëti. Nuk kom hekët. Unë s'kom bo. Kur, se jave mi vrenë, as hunën. Gjoksin edhe bust. As gjoksin rafsh jem. Sen zote s'kom të bove, heq. Ama pak më ka ra, gjoksi se i kom dhonë qikës gji. 2 vjetë i kom dhonë gji. Se edhe me këto, bën mi dhonë gji. Se kjo është nër muskull. Po, kom të gju. Po. Kom të gju për ta. është nër muskull, i kom dhonë se kom hek qikën për gjinit, se s'më isha me hek shkurt. Se me ndoj që afërsia ma e madhe është kur jep gjitë. Edhe kur e bon gatë, po. Edhe pse të madhës, në të madhën nuk kom pas të interesant. Edhe të naj mund dërprej, gjini, edhe më dhanë injekcione, anë këtë dytën, që kash më pa të bu, ajdin që a bëjsha, pi gjinit që do ke me marrë, i mërësha laknat, ishte shajnë laknat. Ajdin që shta hek temperaturën, se ki i din. Po, kom dëgju shumë. Mirë mëngjesi. Ta hek temperaturën krejt. Muno 3 vjetë më ka mojtë në gji. Veç pej femirisë që atë thmi që pe mojshë në gji, së në përëndësim ku në kur njetë, ku fjull, a beson zotë se të kalëzua si vjetë, 2 herë kom pasë në hospital. Fjull u konë të më shu shpirti kur ma ka hep lajmin, mjeku tha mu me kon minuti i fundit. O, Allah, dhe që shumë ka dokt, se nisë mas nisër zotë më se povët i shala, kur njetë së ndodhë, kur gja, po me bo më ndodhë ty diçka që ke mojtë qikën tone në gji që sot voglën, garantë shpirti elshën. Qaj fmi që pe mojke nona ngatë,
që bjep ke gjithë gjatë, qaj fëmi, me bo mja nguzë dikush nonën, ishtë në gjendje zorë për barkut për tokë mja qëtë. Unë qashtu jem për nonën. Po, e ku majnë E gana të qika jote qashtu. Qashtu e vogël kur u konën, nuk... A më duket është si bjondini kostit e kajtët. Po, dyjat jem bjondina, A, dyjat as bjondina? njona s'm ka go. Po, e kom po. As njona s'm ka go. Si me sytë kaltërt me flokët bardha, i kanë vetë flokët e bardha. Që edhe të madhës nuk ju kanë mbyll flokët. Sa mirë. Po, vetë Sa mirë. Edhe unë në nonën qashtu e kam sytë i kanë Shikën e të madhe e kam shumë të edukume. Shkurt muj me thonë që jam shumë e fatë, që e kam një qikë si ajo, po e ka dhe karakterin, që ashtu e ka. Pak fëmija, edhe vetë po lindë ke. Po, që thujnë nuk ka me të bleme, po me të leme. Kur të epi madhe... Po jo, edhe e kanë eduku. Po normal, edhe ajo e ka të vetën. Po, vjerite mi e kanë eduku, e kanë këshyre, e kanë majzë, e kanë trajtu shumë mirë. Edhe ka diplomu mjekësi. Ka sa vjeti kanë? 22 njuna? 22 e madhja. Po, mashallah. Kjo tjetra 10. A mund është me mbyllë qatë? Kjo tjetra është ma e gjallë, në horoskop është Luan. Kjo donë me dominu. është ma dominante. Edhe demat e kanë qëto. Së në jem dem. Po, a? Po, demat janë shumë dominus. Unë për shamull të qoftë në lidhje Kjo e dyta ma mirë, edhe unë e thëmë ma mirë që është ma e gjallë. Se për jetën e vetë. Për jetën e vetë është ma mirë. Po. Inshallah rritën, mirë, e kanë në fakë, që ajo është ma me rëndësi. Shëndeti, në faka, me të në kry. Kanë në fakë. Që to janë primare. Se tjerat krejt bohen. Krejt bohen, la. Kur gjë tjetër së është interesant. Jo. Shëndeti është vlerë milion që me të në kry, kur si kje, gjithë shkafën e hupë përmes saj. Edhe kohën do të me ditë me shruzu për të mirë. Po. Shumë. Do të me shruzu se koha është flori edhe është diçka që s'ka këthim rapa. Une e kom pjesë të karakterit që gjana që s'kan këthim rapa shumë i marë sërëzisht. Shumë i marë sërëzisht. Unë e thëmë, bënë sa su bo, se kur të bohet mua e patë. E patë. S'kej mua atërë, vitë që i durët, mos e diskuta mua. Ja, u kry. Qashtë është. Për nëse kina herë mundësi me përmisu një diçka, dorën në zamër, kur zotit a e pa fatin kohur, edhe ki mundësin me ndushu një samë, për shamull që ti vetë e ndjenë që du të mu përmisu se du të mu regullu. Jo që ta thojnë tjerë, për vetë që e ndjenë. A vëden? O, vëllaj shkurt në gëmë që për thëmë. Ajo ishë me edukat familjes, afërsin, dashurin që shpëta jepë shqenë. Vishka herë ndodhë dhe këtë kontrasti, se thojnë pe betere, del skendere, pe skendere, del betere. Kaj herë ndodhë që këtë fëmija kontrast del. Edhe në aspektin e veprimit, edhe në aspektin e karakterit. Po, a e ke po, ka që janë rritë edhe pa prend, po dalin edhe sukses shumë. Që shemëre? Imaginaj ti Ronaldo. Ronaldo e nona vetë e ka lindë pa bob. Pa bob? Pa bob e ka lindë Ronaldon, futbalerin. Edhe kur u bo Ronaldo, kur ka lindë, kjo ka shku dikon tjetër, i kanë thonë me hek fëmin. A i ka thonë me hek nonës të Ronaldos. Kjo nuk e ka hek Ronaldon. Edhe e ka mojt, ka sakrifiku për ta, edhe ka shku me një vend tjetër. Imaginoje ti qëfar suksesi e ka mri Ronaldo sot. Vesh para me Cili është me futbolerave që ka pas nonën pastruse, di që ka më doket? Nuk e di për pastruse ka pas. E di që ka lavdu shumë dhe ka ngritën në E di që ka me qëta zone me dikon, ajo. Edhe i kanë thonë me hek, edhe aj personi i ka thonë me hek, edhe tjetër kosha, nuk e di familja. Ajo ka shku dikon tjetër, e ka vetën, e ka sfidu vetën e krejt, edhe ka shku, e ka lindë Ronaldo sot, Ronaldo është multimilioner. Ma i mirë. Njëshë, edhe dhone një. Po veç, a përshë, ja te nonës vetë, a di në shreqë më nonën vetë, Irina Shajk, a di mëse e kalon? Irinën, femnën, fejume, e kalon, për nonën e vetë e kalon. Se ajo i ka thonë nuk du me jetu me nonën tone. Këj nonën e ka, është qatë shqiptar. I ka thonë, unë e nonën, nuk moj kur me lon, e kalon Irinën.
Edhe pse Irina Shajk është ndër modelet më suksesshme më të mirat. Harron top. E kalonën. Për çet arsye e kalon Ronaldo. Nën është një në botë, a Edhe e këshyr femna nonën gjithë sa edhe. thush. Po. Edhe bilioner, jo bilioner për shtijas vetë. Du me thonë karakteri edhe që ka rrit ajo. Mirë njës për sfitat edhe për sakrificën që ka bo për ta. Kjo është interesante. Mundi halal nuk kup kalaj. Një halali është vlerën veti, fuqin veti. S'ka kush e hup. S'ka kush e hup. Vënim kapshtim s'ka. Për shtaune për veti halalit shumë i kushtoj rëndësi. Jashtë atë normalës, zi jam dëgjove kur se djes shumë të rullaf shumë kom fol, që tash një fjallë për gjyshit, se gjyshi ma kalon amanet, pare nuk është halal pa dal mirë sa mbal, edhe gjatë gjithë jetës tone, kujdesë se qysh përfiton. Nashta senet, të më thonë, ti për vonë jëm të më ardhen, a mu i këpije rrugës gatë. Se pej 7 vjetë kur më ka përcjell gjyshi kur më shku në shkollë, se unë më konë shumë e letë me gjyshin edhe me gjyshin, kur mi pat jep 1 dinar, sa tere u kur me dinar. 7 vjetë kur kom fillu në klasën e parë, që ke jam dhe kjo qërë rrugën, a përshet drejt, veç drejt, rruga e shkur gjithë del me e gatë, më zgabo me hi skutave. Edhe kallëzëjke me një emision kë, Ronaldo kallëzëjke theke u kon një gru, kur ka kon e vogël, kur u kon i vogël kë, i kish pas jep akullore. Po i ka dhonë edhe papare edhe kështu. Imagjinoje ti ma sa vjetë, kë e ka lypën, atë gru dhe e ka gjetë. Edhe i ka ndimu, tash nuk e di qa i ka ndimu. O, hajde në qëfare, zi, që ato janë emocione edhe janë shumë të mira. Qysh nuk i ka harruë. Natyrën e pas ka mirë njës. Edhe qka është. Mirë njës, njerës mirë njës janë shumë të mirë. Shumë të mirë. Edhe të bojmë një mirë, edhe të vlerësojnë, edhe për tyne nuk do të me pas frikur. Se nashta edhe kur e bën të keqen, me të mirën, apet se apet, e mund, e mirja dhe kur për një të keqen në të nëmë të mira nuk t'i gjunlësh. Njerës mirë njës që shtu veprojnë. Bash. Edhe në ditë sotit menoj që mas pak të ka mirë njësa. Njeri që ka vujt edhe e den që shurrit, ata fëmi që rritën pa non, pa bob, ata mendoj që janë ma pastërtit në botë. Se nuk e di qatë bindje e kam, edhe kur nuk janë tundë. Unë e menaj se di. Ja, që në zoti një loj forse mërënda vetë vetës. Edhe në besoj ta. Janë tundë. Edhe në matë përgatit për jetë, edhe në matë pjekët edhe nuk kojnë për çka do. E kam qatë bindje edhe one. Njeri me mujtë me bo sabër, sa përshe kjo dënjoha kërkojtë sështë me bo mirë. A mu mirë njoja shumë sen me vlerë të madhe. Ajo është vetia njerit. Unë e kësha pas qef shumë fjull me full për pjesën e mirë njohjes, se unë e shumë shkaktar të madhë mirë njohjen gjitha aspektet që i ndonë dy trupa. Qoftë në aspektin shoqënor, qoftë në aspektin e punës, qoftë në aspektin e dashnis, qoftë në aspektin e familjes. Momenti që s'ekziston mirënjohja për m'ia dhënë për vlerën që ka njeri, në qatë mënyrë, domethënë fillon ajo pjesa e paknaqësisë për më ardhur edhe punat e ndarja. A përdin edhe shoqni kur duan dy shoqe, njëra bën shumë, njëra nuk bën hiç. Dashni për shembull, unë duj ty, ti duj veten, nuk shkon kjo punë kështu. Unë e shosh mos mirënjohjen shkaktar të madh për ndarje të dy trupave. Goje fjollën. S'ka lidhje ai që ta kthen ti. Ti respektoje. A mos unë e dëm fjoll? Nuk qëron është një Unë duj ty, ti duj vetën, qysh kështë? Qërom, ajo lind vetiu, apo koptan i njeriu që shmarohet njeri. A mu jenë të njerë që sa din vlerën sa të kanë ofër, kur të hupin, of ku kunon. Ajo është e sakt. A ke po që të i plesht? Hekri rreth sa është i nxehtë, se kur ftohet e pash puna, a i sa është i nxehtë, qysh dush i lakën? Qysh dush? Unë e menoj nëse ke lind prej fillimit me konën Zabër mirë. Jo e bresht, jo e ndishme, e but. Jo e me shirre. Jo e pashar. Nëse ke lind qashto, Qashto është. Originaliteti është edhe nuk vdes kur. Për një me, ishin do njerë që zoti kur s'pi mu shkëshar. Bati hova i vinë sprova, i vinë këshia. Une nuk di shar. Une jam temperamente, po nuk kam qef, mi jam majtë krahin, për shembull, jo me arditin, që ta është një arditin shumë, kur e ka keq arditi, pëdha mi jam majtë krahin edhe keq. Vallaj, edhe mu s'mu ka interesu kërkush po qëtë puna me interesu. Ka interesu, valla, qatë se ja u ki studiu edhe je.